Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në autostradën Lezhë-Milot, ku dyshohet për një rast pengmarrjeje. Rreth orës 14:30 në vend parkimin e automjeteve të një lokali në aksin rrugor Lezhë-Milot, dyshohet se gjatë një konflikti fizik, 3 shtetas kanë dhunuar dhe më pas kanë marrë me forcë me automjet shtetasin me inicialet DG, rreth 35 vjeç banues në Lezhë. Me njëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë së Lezhës kanë ngritur pika kontrolli në perimetrin rrethues dhe në akset lidhëse, me qëllim kapjen e autorëve të cilët janë identifikuar nga policia, konkretisht shtetasit me inicialet KP, BV dhe GE, të 3 banues në fshatin Tresh. Gjithashtu, u ngritën pika kontrolli në akset rrugore drejt Tiranës, Shkodrës dhe Kukësit. Si rezultat i reagimit të menjëhershëm të policisë dhe të gjendur nën presionin e kontrolleve intensive të policisë, autorët dyshohet se kanë zbritur nga automjeti shtetasin me inicialet DG, i cili aktualisht po merr ndihmë mjekësore në spitalin e Lezhës dhe është jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit, ndërkohë vijojnë kontrollet intensive për kapjen e autorëve.